Sa i përket pozicionit të zotit Lima, ju e dini që ne kemi hyrë nga koalicion parazgjedhor dhe i ka fituar 3 deputet dhe mund të them që jemi mjaft të dëshpruar me veprimet e zotit Limaj, sepse që pas zgjedhjeve është dalë me deklarat që unë ofroj bashkëpunimin me zotin Kurti, ose me këtë tjetër. Ose me diken tjetër, por duke i dhonë prioritet lëvizjes vetëvendosje. Ndërsa parimet apo koalicioni parazgjedhor, gjithë politiken, programin ton e kemi bërë që ne duhet krijohet një qeveri jashtë Kurtit dhe jo me Kurtin. Prandaj e ka shkelat vi dhe mendoj që Aleanca nuk e ka asnjë obligim ndaj zotit Fatmir Limaj, sepse ka bërë hapat ngushëm politik dhe e ka çrregulluar, mund të them, subjektet që kanë qenë ndoshta nga tempori opozitar dhe kështu që i ka dhënë hapësirë Kurtit të manevroj me numra dhe duke thënë që as ju si keni numrat, me që ne jemi në diskutim me nismen apo me zotin Limaj. Dhe një takim vetë zotin Limaj e ka thonë që ja ka ofruar kandidatin për kryetar të parlamentit, por pas 2-3 ditëve dhe thot ka dalë me prononcim dhe i ka thonë jo, ne kemi kandidatën Albulena Haxhiun për kryetare të parlamentit Kosovës. Kështu që e ka mashtruar edhe zotin Limaj dhe tani unë nuk di ide ku kanë arrit me bisedime, por siç po shifet nuk ka marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe nismes socialdemokrate dhe mendoj që tani jemi në një pozicion shumë të vështirë dhe nuk di mbarimin e kësaj. E vetmja mendoj që zgjidhje janë, mund të them, zgjedhjet. Sepse në këtë drejtim derisa janë pozicionet ngrira, atëherë mund të bëhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, konstituohet kuvendi dhe pastaj të shpërndahet dhe caktohet data e zgjedhjeve. Para se kalojmë te kjo pjesë, dua t'ju pyes për qëndrimin e nismës, me që ishim duke diskutuar këtë pjesë. Si e keni parë insistimin e tyre në postin e kryeparlamentarit? A ka të drejtë në një formë të tillë, pra të insistoj për një marrëveshje të tillë politike, si e shihni? Çdo kush ka të drejtë me insistue në ata në marrëveshje, nëse ke nevojë, nëse vetëvendosja ka nevojë për nismen, atëherë edhe insistimi është i drejtë i zotit Limaj. Mirë po, dihet që zoti Limaj ka vetëm 3 deputet, 48 ka vetëvendosja, mirë po, nëse bëjnë marrëveshje politike, atëherë është e mundshme gjithçka. Dhe unë nuk mendoj dhe as duhet që të mirem sa i përket asaj që zoti Limaj a vjen kandidat për parlament, a ndryshon vetëvendosja, por sa i përket qëndrimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e ka bërë qartë zoti Haradinaj që nuk ka vot për zotin Limaj. Dua të ndalem paksa edhe tek pjesa e një deklarate po ashtu të dhënë ditë më parë nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, ku ka thënë se AK-ja nuk do e kishte kaluar pragun në rast se nuk do të ishte në një koalicion me nismën. E shihni si këtë deklaratë një tendencë për ta goditur paksa AK-n, edhe në anën tjetër për t'i mbajtur mirë raportet paksa me nismën? Jo, këto deklarata ndodhin sa i përket joshjes së zotit Kurti, ne dim qëndrimet e zotit Kurti ndaj Aleancës dhe mendoj që ne nuk na ka bën përshtypje vetë deklarimi i zotit Kurti, por ma tepër na ka bën përshtypje ajo vendimi apo qëndrimi i Fatmir Limaj. Sepse ne kemi pranuar një koalicion për të bashkëudhëtuar dhe ja që tani janë ndarë rrugët me zotin Limaj dhe ai i zhvillon politikat e veta, e ka subjektin e vet, edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka politikat e veta në parti dhe mendoj që një herë për gjithmonë ne jemi të ndarë me Limën dhe nuk mirem çfarë thot Lima apo Kurti,
por mendoj që ajo që i ka shkaktu problem skenës apo subjekte tjera politike është qëndrimi i Zotit Limaj.